Sasa largohet jashtë shtetit për kurim pas një sëmundjeje të rëndë. I urojmë shërim të shpejtë dhe kthim sa më pranë familjes. Një lajm i ndjeshëm dhe prekës ka prekur së fundmi publikun dhe ndjekësit e saj. Sasa është larguar jashtë shtetit për të vazhduar trajtimin mjekësor, pas përballjes me një sëmundje të rëndë që ka kërkuar kujdes të specializuar dhe vëmendje të vazhdueshme shëndetësore. Pas një periudhe të vështirë, të mbushur me sfida fizike dhe emocionale, vendimi për t'u larguar për kurim është marrë me qëllimin e vetëm, shëndetin dhe rikuperimin e saj të plotë. Burime pranë saj bëjnë të ditur se kjo ka qenë një zgjedhje e domosdoshme. Në mënyrë që Sasa të marrë trajtimin më të mirë të mundshëm dhe të fokusohet plotësisht në shërim. Sëmundja e rëndë që ajo ka kaluar ka qenë një betejë e heshtur, larg syrit publik, por me pasoja të mëdha në jetën e saj. Megjithatë, Sasa ka treguar forcë, durim dhe vullnet të jashtëzakonshëm për të mos u dorëzuar, duke u përballur me këtë periudhë me dinitet dhe shpresë. Në këto momente, mbështetja më e madhe për të mbetet familja, e cila i qëndron pranë në çdo hap të këtij rrugëtimi të vështirë. Qëllimi i saj më i madh është të rikthehet sa më shpejt pranë tyre, e shëruar dhe më e fortë, për të rifilluar jetën normale pas kësaj prove të rëndë. Lajmi për largimin e saj ka ngjallur reagime të shumta mbështetjeje dhe solidariteti, ku shumë njerëz kanë shprehur urime dhe mesazhe pozitive për shërim të shpejtë. Fjalët e mira, lutjet dhe energjia pozitive po e shoqërojnë Sasën në këtë etapë të re të trajtimit. Në këto çaste delikate, mbi gjithçka tjetër, shëndeti mbetet prioriteti absolut. Urojmë nga zemra që trajtimi të japë rezultatet e duhura, që Sasa të rikuperohet plotësisht dhe shumë shpejt të kthehet e buzëqeshur pranë familjes dhe njerëzve të saj të dashur. Shërim të shpejtë dhe forcë, Sasa. Të gjithë presim rikthimin tënd më të fortë se kurrë.